Çmimet e naftës ranë të hënën, ndërsa investitorët po monitorojnë bisedimet për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë dhe janë në pritje të lehtësimit politikës monetare nga Rezerva Federale. Kontratat future të naftës Brent ranë me 0.9%, duke zbritur në $63.1 për fuçik të fillim jave. Analistë të tregut thonë se nëse arrihet një marrëveshje afërt për Ukrainën, atëherë eksportet ruse të naftës duhet të rriten dhe të ushtrojnë presion mbi çmimet e naftës. Ndërkohë, tregjet po parashikojnë një shans prej 84% për një ulje me çerek pikë të normës bazë të interesit nga Rezerva Federale. Por komentet e anëtarëve të bordit Bankës Amerikane tregojnë se takimi do të ketë shumë përplasje lidhur me vendimarrjen. Euro për parimin bisedimet e paqes në Ukrainë mbetet i ngadalt me mosmarrëveshjet mbi garancitë e sigurisë për Kievin dhe statusin e territorit pushtuar nga Rusia. Zyrtarët amerikanë dhe rus gjithashtu kanë pikpamje të ndryshme mbi propozimin e paqes të paraqitur nga administrata e presidentit SBA-ve Donald Trump. Ndërkohë, vendet e G7 dhe Bashkimi Evropian janë në bisedime për të vendosur kufizime të reja për eksportet e naftës ruse. Parashikohet ndalimi plot i shërbimeve detare, gjë që mund të frenojë më tej furnizimin nga prodhuesi i dytë më i madh i naftës në botë.